Por jo të gjithë fëmijët kanë jetë të lumtur, sipas të dhënave të ambasadës së parë të fëmijëve me gjashi, gjatë vitit 2014 janë regjistruar 55 raste ku fëmijët janë viktima të dhunës familjare. Edhe atë, 2 fëmijë janë regjistruar si lypsar, 10 fëmijë kanë qenë pastre, 3 fëmijë kanë qenë seksualisht abuzuar, ndërsa 16 të tjerë janë maltretuar fizikisht. Numri më i madh i fëmijëve të keqtrajtuar vijnë nga familjet skamnore. Një fëmijë 11 vjeçar nga Shkupi në vazhdimsi ishte i maltretuar psikikisht dhe fizikisht nga ema e tij. Ai në shtëpinë e tij hante më shumë qytek se sa bukë dhe gjithmonë mundi të vëreheshin në trupin e tij nishanet që ja kishte bërë nëna e tij. Deklaroi fqinja përballë shtëpisë së djaloshit kur denoncoi rastin në institucionet përkatëse. Fatkeqësinë e 11 vjeçarit e ndani dhe shumë fëmijë të tjerë në vend. Ambasada e parë e fëmijëve me gjashi gjatë vitit 2014 ka regjistruar një sër shkeljesh të drejtave të fëmijëve dhe maltretime të dhunshme. 55 fëmijë janë regjistruar si viktima të dhunës familjare për shkak gjendjes së rëndë ekonomike të prindërve. 2 fëmijë janë regjistruar nga ambasada me gjashi si lypsar, 10 fëmijë kanë qenë pastreh, 3 fëmijë kanë qenë seksualisht të abuzuar, ndërsa 16 të tjerë janë maltretuar fizikisht. Потекот на 2014 година. Gjatë vitit 2014 kemi regjistruar 16 raste të dhunës familjare ndaj fëmijëve. Me dhunë familjare nuk kuptojmë dhunë psiqike, fizike dhe pakujdesi ndaj fëmijëve. Kjo do të thotë se në të shumtën e rasteve, fëmijët kanë qenë ose të rrahur dhe kanë pësuar dukshëm nga ajo, ose kanë qenë psiqikisht të maltretuar. Unë do të theksoj se maltretimi psiqik i fëmijëve është po ashtu një problem serioz. Ai është i padukshëm dhe gjithmonë shkon bashkë me dhunën fizike ndaj fëmijëve. Dhuna ndaj fëmijëve nuk dallon kombësi dhe status social, ajo shfaqet edhe në mesin e familjeve të varfëra, por edhe tek të pasurit. Shkeljet e të drejtave të fëmijëve ekziston edhe në drejtim të asaj që disa fëmijë janë lënë pa dokumente personale nga ana e prindërve dhe nuk ndjekin procesin mësimor. Që po ashtu është shkelja e identitetit të fëmijëve, sqaron nga Megjashi. Me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershorit, TV2 vizitoi disa udhkryqe të Shkupit. Shumë fëmijë mund të hasen se si zgjasin dorën për një lemoshe bukë ose për para. Qendrat sociale së bashku me psikologët e ambasadës së fëmijëve me gjashi marrin masa përkatëse dhe kërkojnë një formë mbrojtje për këta fëmijë në rrugë, por ata theksojnë se ligji për përkujdesje prindore është i qartë dhe gjithçka që duhet bërë është të nxitet familja biologjike e fëmijëve në rrugë të kthejnë syt drejt fëmijëve që kanë jashtë shtëpive.